Shqipëria lë pas vendet e zhvilluara për sa i përket kujdesit ndaj shëndetit dhe numrit të ulët të vdekshmërisë amtare e foshnjore. Sipas një vlerësimi në nivel botror të kryer nga UNICEF, Organizata Botërore e Shëndetit, Banka Botërore dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, rezulton se vendi ynë është i treti në botë për sa i përket kujdesit ndaj shëndetit. Të dhënat e raportit janë publikuar në gazetën prestigjioze The Guardian dhe për vendin tonë u bën publike nga Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili. Shqipëria rradhitej në vendin 21 në kujdesin nga i gruas në tërësi, por ishte në 3 vendet e para në botë lidhur me kujdesin ndaj shëndetit me 99.3% të pikëve në 100. Për të referuar shifrat reale të mortalitetit amtar, Shqipëria rradhitet në vendin e 22, duke lënë prapa hyn në vendet më të zhvilluara europiane për këtë tregus, mbulesa vaksinale. Indekse vazhdojnë të jenë në nivelet 98% dhe për disa indekse të veçantë apo vaksinat veçanta ka kaluar dhe 98.3 deri në 99%. Duke ju referuar vdekshmërisë amtare, Shqipëria ka bërë hapa përpara. Në vitet 92 numëroheshin rreth 40 vdekje, ndërsa në vitin 2011 kjo shifër ka rënë në 5.